Remzia Osmani po bëhet gjyshe për herë të tretë, nusja e saj gëzimje në pritje të ëmbël. Këngëtaja e njohur e muzikës popullore Remzia Osmani po përjeton sërish gëzimin e madh që po bëhet gjyshe për herë të tretë. Nusja saj Gëzimja, bashkë shoqja e djalit të Remzijes, Hamit, ka ndarë lajmin më të bukur në rrjetet sociale, duke bërë të ditur se është në pritje të fëmijës së tretë. Me një postim emocionues ajo ka shprehur lumturinë që familja e tyre po zmadhohet edhe më shumë. Zemrat tona po rriten në pritje të mrekullisë së tretë, ka shkruar Gëzimja ndërsa ndjekësit e kanë përgëzuar me komente të ngrohta dhe urime të shumta. Ky është një tjetër moment i veçantë për Remzia Osmanin, e cila përveç se është një nga figurat më të dashura të muzikës shqiptare, po shijon me shumë dashuri edhe roli i gjyshes në jetën e saj private. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.